Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Duajeni Allahun për atë që u ushqen nga mirësitë e tij. Më doni mua për hir të dashurisë që keni për Allahun e lartësuar, dhe duajeni familjen time, ehli bejtin, për hir të dashurisë ndaj meje. Ky hadith përmban një mesazh të qartë dhe të thellë mbi dashurinë dhe lidhjen me Allahun, profetin Muhammed dhe familjen e tij, ehli bejtin, paqja qoftë mbi ta. Thënia e profetit: duajeni Allahun për mirësitë që ju jep, që ju ushqen, do të thotë që dashuria jonë për Allahun duhet të lindë nga vetdia për begatitë e panumërta që Allahu na dhuron çdo ditë. Thënia e profetit: më doni mua për hir të dashurisë që keni për Allahun, do të thotë se dashuria për profetin Muhammed uron nga dashuria për Allahun, sepse ai është i dërguari i tij dhe shembulli më i lartë i bindjes ndaj Allahut. Kurse thënia: duajeni ehli bejtin tim, familjen time, për hir të dashurisë që keni ndaj meje, do të thotë se dashuria për ehli bejtin është vazhdim i dashurisë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali, sepse ehli bejti janë më të afërmit e tij, më të dashurit e tij dhe mbajtësit e përquesit e udhëzimit pas profetit Muhammed. Në thelb, hadithi mëson se dashuria për Allahun, për profetin Muhammed dhe për ehli bejtin, familjen e profetit, janë të lidhura ngushtë dhe është burimi i devotshmërisë së vërtetë.